Shoqata e gjuetarëve në Shkodër shpreh të shqetësuar për situatën e gjuetisë, pasi megjithëse ka qenë ndaluar për rreth 10 vite, gjuetia pa ligjshme ka shkaktuar dëme, ndërsa gjuetarët shprehin rezerva edhe për ligjin e ri. Edhe ligji i ri që ka dalë, në disa pika na dënon ne. Na dënon pra. Pjesa thot që gjuetin do ta marrin në administrim për zona fizik dhe juridik. Çka persona fizik dhe juridik? Ku njohin gjuetin? Ku janë zonat e lira? Aja është për të shkatru gjuetin, aja është për t'jelon një kolpo që një grup njerëz ose një njeri i vetëm të administrojnë një zonë të tanë, e cila që gjuetarët, pavarësisht nga sporti që e kanë të delegu me jetën e tyne, që se ka arë njerëzimi, gjuetia ka arë paralel me njeriu, dhe sot ta do të mu shkatru. Një tjetër problem për shoqatën e gjuetarëve është dhe mos lejimi i armëve gjysmë automatike. Për këto vendime, shoqata bën ditër se do bëj padinë në gjykat. Ja do përgatit një draft për ta paraqitur gjykatë kushtetuese problemin e marrjes së pronave në administrim nga persona fizik dhe juridik, gjithashtu edhe kundërshtimin e lejmeve armëve automatike, gjysmë automatike, të cilët ligji i ri thotë që mos përdoren. Në një kohë që ne nuk jemi të parë në Shqipëri që kena vendos, kena bler ose kena vënë armë automatike, por ne kemi ardhur të gjitha janë tregtuar nga bota, nga Europa. Ata kanë vite që e përdorin. Ne jemi me atë që t'i vehet distancer armës automatike, mos lejohet me gjumë atëve se trafishek, po jetë bllokohet armë automatike, sepse këtu bllokohen bizneset tona, që janë të lidhur jetesën e tyre dhe pagujnë taksa shtetit për këtë problem. Çështja më kritike e ligjit të gjuetisë mbetet menaxhimi i zonave të gjuetisë. Sipas shoqatës së gjuetarëve, ligji i ri ndonse paraqitet si një instrument modern për menaxhimin e faunës së egër, ngre me shumë pikë pyetje se sa zgjidhje.